Na kur nuk e kishim ditë që ai kish qenë i porositur, që në rast që bim prit, krejt me na vra dhe në fund me vra vetëm, po gjallë kurse si. Doktor Alia pi thot, mimoza qa ki, tha i doktor, sa shtirë ko ka me di që ki me vdek. Tha po ku pe denti që ki me vdek. Tha jem rrethu për ta na ondë. Tha na jemi tu mundu, tha Zoti ka me na ndihmu. Na kur nuk e kishim ditë që ai kish qenë i porositur, që në rast që bim prit, krejt me na vra dhe në fund me vra vetëm, po gjallë kurse si. Masa nejna ka tregu, po na gjdo dit ka qenë që sot u zgjumë, po nuk dihet mbrëmja që shka me na nëzona. Ajo kon po njajt dikur sikur që nishe pusht, sikur që nishe bombardimet, sikur njajt të kish bo veç ato që a ki obligim me kry, dush me kry. Mbi gjitha e kishim edhe ushqimi për pacient. Unë e kom pas shoqen ma të ngushten se krejt e thash e flas me krenarin ma të madhe për periudhën që kemi kalu bashk edhe që vazhdojmë që ajo shoqëri edhe ajo me mbet edhe kur ja nishin bombardimet se zakonisht kur ish dili kish bombardimet natës po kur ish vrant natëja nuk bombardoj ke këta tëni forcat serbe krejt kohën granatojshin. Edhe i thësha qu se ja ka nis dy partë, të granatu se qunat aspekt t'i bojmë tash, dikush kish buken, me gatu, tjetra kishim me hi terapin, që ato dhomat djekne, me plot shkrom, me mirëmbajt kapak, me pastru sa kemi mujt, edhe thëj ke hajt more, qa kanë ato tjetër gjoft, qa kanë ata tjetër, këta gjuj, ata gjuj, o konë shumë burnore. Më kujtohet, të kishim në Verdobrën e plagosën në mazni kohën e fundit, se ndoshta po kaloj, po ka qenë momentet e fundit tjetës, edhe ishim të jadhon terapin, kur nuk e harroj, ma kanë gjitë për dore. Qaq shumë e shtëngoj, se aje kish forca e fundit e tina, ish ato moment. Në ato momente, tha motër, a ma bën halal, 3 herë. Edhe unë e thashën verë, nuk ki nevoj, ki mushnosh, nuk kemi nevoj mi kërku njëni tjetit halal, dhe po thë doktor Alia, tha, Runo, se i ka momentet e fundit tjetës, dhe tash, nëse ta kap dorën edhe forca madhe, kini kujdes, se nuk ka dhe ashtu ndodhit, dikon mas 2 orëve dhe a jetë, ishim dalë, granatojshin për krejt anët, me të tregu që ato përshpëritje tyne, ato lutje që i bëjshin për neve, ato falenderime që apo na bëni. Edhe kur vdeshin me javë tëna të veshin vesh. Na ishim të përgadit, flinja mi u qitë pacientave. Ka njëherë thëmë, ndoshta ai vullneti shumë i madh, se në ato kohra, edhe me gjithë kohë, ish dalë një pacient, ai pas ka qenë jashtë, ka ardhë dhe ka hinë Kosovë dhe plagos dhe ju ka thonë e ja dini qa kemi me hongër sot për drejkë, motrat janë kanë qesin flinja. Nuk e di ka njëherë thomë ku veke krejt ajo forcë, edhe nështë e pa imaginushme.